si e shikuat vizitën dhe fjalimin, veçanërisht fjalimin e kryeministit Rama në Institutin e Bordit të Paqes? E prisit që ai të përmendë UÇK-n, do të thënë është një lloj dalje nga tema, po që ai shfrytëzoi? Nuk ishte krejt e papritur, ndoshta nuk mund të themi që e pristim që do të ndodhte kështu, po brenda karakterit dhe rrethanave ishte një gjë e pritshme, domethënë, që edhe mund të përmendej si shqetësim i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, dhe mjeshtria në këtë rast ishte vendosja në kontekstin e asaj gjës që zotëria në fjalë, iniciatori i gjithë kësaj gjë, zoti Trump, presidenti, është vetë viktim e përzgjerjes politikës me drejtësi dhe drejtësisë me politikën. Dhe nëse e vutre dhe zoti Rama këtë narrativ kapi, këtë kundërshtim kapi. E lidhi me Jack Smith. Ajo ishte lidhja. Ajo ishte lidhja dhe në përgjithësi zoti Trump ankohet gjithë jetën, si gjithë ata që nuk i kanë punët mirë me drejtësinë, që drejtësia ja ka me të pabesë, domethënë është politika ajo që ka kurdisur drejtësinë kundër tij. Pra, jemi në kufit e asaj legales me ilegalen, sepse praktikisht zoti Trump për i vërtetës është shpallur fajtor në 34 akuza për të cilat nuk ka shpëtim më, se është vërtetuar fajësia. Po ndërkohë ka dhe me 10 raste, siç është rasti i BBC-s që është në gjyq, apo raste të tjera që ka fituar gjyqet sepse i kanë rënë me qafë pa të drejtë. Pra, ka material si nga një këndvështrim dhe nga këndvështrimi tjetër, dhe ishte një terren krejt i përshtatshëm për zotin Rama, dhe aq më tepër që kemi të bëjmë me një mjeshtër të marrëdhënieve me publikun. Këtu pasaj Rafi hyn edhe te pjesa ime, sepse tema ime doktora Turus ka qenë komunikimi politik i kryeministave 91-2017. Zoti ambasador, është një punë ekselente dhe kompliment realisht. Faleminderit. Zoti ambasador, tekstualisht Rama tha, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se gjërat të këqija të ndodhin. Madje dhe kjo fraza ishte si fjalori i Donald Trump. Je dakord? Po, ndërkohë... Si ishte kjo fjali? E zgjedhur? E zgjedhur patjetër, por s'fund e krye marrëdhënie me publikun. Domethënë e gjithë shfaqja, ishte një shfaqje e përsosur, që na pëlqen shumë, me siguri edhe në Kosovë është pëlqyer shumë, dhe do mbahet mend për ca kohë, por ama çfarë rezultati do të prodhojë, kjo mbetet për të parë. Kjo është the day after, këtu është gjithmonë. Ndoshta asnjë gjë, po gjithë ne mund të jetojmë edhe me fjalimin bombastik të kryeministit Rama në Këshillin e Evropës, pothuajse për të njëjtën temë, por që nuk pati asnjë funksion dhe asnjë rol. Nuk pati ndikim. Po fare, asnjë gjë. Por ne po bisedonim para se të vini zoti ambasador. Po bisedonim që Ministria e Jashtme ndoshta duhet të bëjë një follow-up tani me komunikimin. Mund të bëhet kjo ambasador? Patjetër që mund të bëhet. E kemi detyrim për ta bërë, për të ndjekur dhe për t'i kujtuar Departamentit të Shtetit që fjalimi i zotit Rama meriton një vëmendje dhe ndoshta meriton edhe një aksion edhe një presion ndërkombëtar. Ja ta gjejmë ambasadorin? Kam përshtypjen që kur merr nishan shumë herë më lart se sa arrin grushti jot, domethënë nëse bën boks me Cassius Clay, me Muhammad Ali, dhe ai është 3 metra, ti je gjysmë metri, sa do ta shtrish grushtin nuk e kap dot. Jo, Rama është i gjatë këtu për atë punë. Po, Ministria e Jashtme është shkurt dhe Shqipëria është. Sa e bukur. Sa e bukur. Ja, zoti ambasador, domethënë ju jeni duke thënë që është e vështirë, ndonse fjalimi është i arrirë, artikuluar mirë, fjalori zgjedhur etj. Është vështirë që të ketë impakt dhe të ketë ndikim? Që ka një problem të jashtëzakonshëm në mënyrën se si shikojmë neve gjërat nga Shqipëria, domethënë që dikur është thënë që mendojmë se jemi kërthisë e botës, nuk ka asnjë shtet tjetër që janë ftuar dhe marrin pjesë në Bordin e Paqes që ta ketë bërë me votim në parlament. Ne jemi vetmi vend që e shfrytzuam sa deshëm dhe si mundëm dhe sa mundëm për efektet politikës brendshme. Një palë thanë që nuk ka ftuar, një palë thanë që nuk ka ftuar, unë ju po ca syt që më ka ftuar, ja ku jam këtu, hajta vetë dhe voton, dhe detyroi palën që vinte në diskutim për të votonte. Dhe kjo është groteske kjo që ndodh, domethënë. Nuk duhet bërë kështu? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Domethënë, nëse do kishte vlerë në parlamentin shqiptar, në kuvend, do duhet bërë një debat kush janë gjërat pozitive që përfiton Shqipëria. Çfarë marrim ne? Dhe çfarë anësh negative ka kjo, sepse ne sot që flasim, ne të tre këtu, po edhe besoj më gjërë në Shqipërinë, në Kosovë, janë në adrenalinën që prodhon momenti, domethënë momenti është vërtet elektrizues.
një forum ndërkombëtar ku janë gjithë reflektorët e botës, ngrihet udhëheqësi i Shqipërisë dhe i tregon vendin gjithë sikurse dikur që jemi mësuar që të shkojmë në çdo udhëheqësi. Mbledhje të thënë partive. Po në ngjashëm. Dhe me të drejtë, nuk ka pse të ishte autori i asaj pikturës që bëri atë, jo Salishia, nuk dua t'ja ul në asnjë mënyrë rëndësinë momentit të sotëm që u prodhua nga pjesëmarrja dhe ne kemi bisedën në follow-up, në si ndjekja. Ndjekja, më sjell në mendje siç thash fjalimin që ishte brillant dhe i shkëlqyer pavarësisht që në Shqipëri u kritikuar shumë në Këshillin e Evropës, por nuk prodhon dot, sepse në diplomaci po nuk u kujtove kur duhet, më mbrapa shumë vonë. Kjo që ndodh me zotin Thaçi, jashtëzakonisht me shumë onesë. Kjo që ndodh me zotin Thaçi dhe të tjerët që janë atje, i ka fillesat që në 92-shin, që me krijimin e gjykatës për krimet e luftës në ish Jugosllavi, e me radhë, dhe ne, ose jemi ose si jemi, dhe kur jemi në korridore, se kemi mendjen aty ku bëhen debatet, dhe pastaj kur vjen këtu s'kemi debat, dhe në Shqipëri nuk ka një bërtam, një qendër rëndese do ta quaja unë, që të interesohet për problemet e politikës jashtme të Shqipërisë. Përveç se është ad hoc, kur kujtohet kryeministri Berisha apo presidenti Berisha, kur kujtohet kryeministri Rama apo presidenti Rama, nuk ka parlamenti. Mos është bërë akoma president, Parlamenti, unë do mendoja, sikur se kam parë në shumicën e vendeve ku kam shërbyer, që Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit është qendra e rëndesës që kontrollon, drejton, ndihmon në formulimin, ndjek zbatimin e politikës jashtme të shtetit dhe është përgjegjëse për shtetin. Komisionin parlamentar e keni? Komisioni pa. Komisioni parlamentar i ke para ata që janë antar të komisionit parlamentar? Jo, po flasim institucionalisht, sigurisht. Se ata nuk janë në rregull me funksionimin e tyre, kjo nuk do thotë që nuk duhet të jenë. Jo, e kam fjalën që po të ishit ju aty komisioni jashtë. Jo, nuk ka bërë nuk ka bërë mua. Po jo, flas ju, domethënë jo e harruat komisionin kur drejtohej nga zonja Arta Dada. Se sa i fort ka qenë komisioni. Po, apo edhe Mimi Kodherin atë. Shumë sisor. Kemi pasur debate shumë të forta. Po, nuk ka të bëj. Funksioni nuk bie. Ja ta lëm ambasadorin. Ajo që po mundon të them është që kur është miratuar raporti i famkeqit Dick Marty në Këshillin e Evropës, delegacioni shqiptar nuk ka qenë karrige.